Arne. Qëshje? Si e? Mirë, a qështu je vesh për intervista? Vesha si thjesht për verë. Okej, A keq? ke mujt ma mirë, po it's fine, it's fine. Ti po duke shumë bukur. Thank you. Më falja s'putrihet me mu. E penini farvoj, bi diçka se di, nuk Ulemi dhe po flasim për këtë personalitetin të që kim rrjetet sociale. Ubo. Arne, pse e zgjodhe pikërisht këtë lloj të humorit duke u bë si mean girl apo pick me girl? Unë e zgjedha se në karo kom pas shumë përvoj kur kom punu në gastronomi edhe më karo me do kolege nëse mu i mi qujt që kam pas qasje ndaj meje edhe që aty pak ju më inspiru edhe normal shkolla mesme kom dosht edhe me tregu një anë sarkastike që me demek nëse një vajzë ose një shoqe sillet në këtë mënyrë nuk është shoqe e vërtet, kështu që unë jam kete kundërta, po në TikTok ju munu me e pru qatë vibe edhe pak me i ngacmu, me i therë me njën, nëse ku marrit. Cilat janë ato fjallë që ti kanë thënë, basi e përmende që ke qenë vetë në situatat të tilla, edhe si i imiton ti në rrjetet sociale? Kjo ka arë si rezultat se gjithmonë ka pas asi vajza që kanë kritiku ose ti kanë gjetë do behane edhe ndoshta keq kuptohet kjo se kur ndryshe është me ta thonë dikush të vërtetën edhe me të nejtë gati, po duesh me ditë edhe qysh me ta thonë. Edhe ka pas raste për shembull, kom pigmente në fytyrën kur dalë në diell edhe ju në ashtu mi kanë qitë më pa, do me thonë si më kam pa, qka kjo ftyrë, qa tu ka bo ftyra, kështu lara, ose për shambull nëse kom qitë një parfem pak ma tronë, nuk kanë mujtë me thonë, që kjo parfem është pak i ronë, po ma kanë bo, o zë qfarere, të merë, ma helon këtë erë, 2 orë s'mu ka hek, e të je, ma ndej për gjatësi trupit, adin, o visht ishe kom pak ma e madhe, visht ishe kom pak ma e gjatë, e tani kom kap qëto fjallë, do me thonë edhe e kom egzageru pak a shumë në TikTok. Edhe po, qështo. Çka ju kishe thonë atyre vajzave që marrin reagimet të tilla në shoqërinë tonë, se t'jemi të sinqert, ndodh shumë shpesh që vajzat të mos sillen aq mirë me vajza tjera. Unë ju kisha thonë që veç shkaku që jemi vajza duhet me përkra njëna tjetrën pa marrë parasysh, edhe ju kisha thonë që nuk do me thonë tashti nuk po dua asune me kona ajo që t'kesh pa lidhje dhe me ta bo ha hi që atu ndoshta edhe janë matë këqia, po ju kisha thonë që me përkra njëna tjetrën edhe me usil mirë, se te kem Roma krejt i kemi ato komplekse tona, krejt i kemi ato paranoja tona edhe duhemi me qenë afër njëna tjetrës. Ku inspirohesh tjetër për këtë humorin tënd që e ke në rrjetet sociale? Inspirona do me thonë prej përditshmërisë që shtregova që kom punu, inspirona nuk më rajt edhe prej content creators tjerë, po gjithmonë tu qitë diçka temën, me mimikat e mija, ndoshta me sfondin e muzikës që është ndoshta kërka me stilin tem, me gjithë shka, do me thonë, najherë jom të ecë edhe shë një situatë që është të ndodhë ose shoqe që më tregojnë diçka, po ato ndoshta nuk mujnë me full, nuk kanë mundësi me tregu, kështu që kom vendosë qështu. Si a del ti me kritikat online edhe me lavdërimet? Me kritika, do me thonë, kur i hen kësaj pune, duhesh më bogati, se është pjesë e lojës, edhe munona mi marë ato që janë konstruktive me i marë për bazë, sidomos për i falenderoj qikat që më përcjellin, që më kanë thonë se më fillim e kom pas me i kom bo këtë inqizimet me një iPad, tepër i lodh, tepër i moqëm,
edhe gjithmonë kanë shkruar lutna, bleni telefon ose ka pas edhe një vajzë e cila ma ka dhonë CapCut, ai programi, veç bëni editoj mirë, apo din se ju ka pëlqy shumë kontenti jem. Edhe po, mandej kom marrë masa edhe kom investu. Ata që për shembull kritikat rreth dukjes, rreth flokëve, nuk i marr shumë përballë se nuk më njohin, po ka njerë komentet negative është marketingu më i mirë. Cili do thoje që është komenti më negativ që e ke marrë deri sot? Më negativ, nështë s'kisha me thonë negativ, po për flokë, shumë herë për flokë ma bojnë ki flokë si kasht, si pomfrita, ose ndrejë që ngjyrë të flokëve të lutna. Kryesisht është me flokë, edhe nuk e di pse çka, po të floku, do me thonë, diçka duna me vojërz. A na bën mbase ndonjë shaka kështu që i bën edhe në për profilet e tua, për shembull, kur kamarieri është i zënë, cilat pyetje i bëjnë klientët? Po, ka ndodhur për shembull, kjo është rast që ka ndodhur për një me, ka ardhur një vajzë edhe na kemi shit tost me avokado, edhe ka ardhur dhe ka pyet, ka thonë, a bën që tostin me ma bo, do me thonë, me krejt përbërësit veç bukën ju. Edhe aty ka qenë, do me thonë, avokado, pak salat, pak domate, pak djath. Edhe unë ashtu kom metë dhe ja kom bo, ti mundesh me marrë edhe naj salat, ose diçka tjetër, jo, unë e pedu, veç përbërësit që janë mrena, ose ka ndodhur për shembull më kam pa të punu edhe ma kam bo, a punon ti këtë? Jo, veç jo marrë, që shtoj kom nuaj uniformën, a vedin, ose plot pyetje, për shembull, është tepër bezi, është ekstremisht bezi edhe njerëzit vesim se s'ka sapun në banjo, po janë pyetje që kur je myshteri nuk të shkon menja, për din unë nuk i fajsoj as ata, po ju kisha gjithë e thama din, është mirë me punu se cili ka pak 2 javë s'paku në gastronomi edhe për me pa se qysh është për një me bota gastronomisë, po është edhe fan, është edhe fan. Po, ndonjë kërkesë kështu që e cilëson si më të çuditshme nga klientët? Me çuditshme, s'po di, është këta për shembull më ka ndodhur një herë, janë kohën 5 minutat e fundit para se me përfundu shiftin, do me thonë orarin, edhe unë e kom pastru krejt maqinën e krejt, edhe ka lyp kafe pa kafein, edhe ka lyp kafe pa kafein, latte, po do me thonë që ato edhe ka lyp veç një shot kafes pa kafein, edhe me bo krejt qumsht. Edhe që ato i kom thonë, jo, nuk moj, më falë, ja pije kafe, një mëse pjetë. Amo jo, kjo, ta është i s'pëdi, kështu, ose ka ndodhë, e kanë përësit që kanë dasht, edhe jo më shku, me pjata në dorë edhe e kom thonë për shembull tagliatelle me pesto ose pizza margherita dhe visht këqyrin qështu. Edhe one, okej, tagliatelle me pesto, po, one, edhe në qështu, po ka raste e raste. Kjo gjithmonë është me Berlin e lidhun, se në karo me punu në Berlin me gastronomi, këtu pak ma pak. Na intereson të njohim edhe më thellë kështu, për te personazhit që ti e shohim shumë shpesh në rrjetet sociale. Na tregon ndonjë karakteristikë kështu të jetës tënde, mbasi jetën në Berlin? Unë kom jetu në Berlin, që do me thonë 6 vjetë. Berlini u kom për mu, që me thonë, ma ka dhonë atë lirin e shprejes, ma ka dhonë atë lirin e qenit vetja. Jo që këtu në Kosovë nuk e kom pas, po zdi atje ndodhi diçka. Për ndryshe, unë jam qështu shumë shet që tash, normal në rrjetet sociale e kam atë rolin pak ma të egzagerum. Më pëlqen këngët e vjetra shumë, më pëlqen me usil mirë me njerëz, më pëlqen kafsht, I don't know, nuk e di, tash po dokna shumë se tamam pick me girl, se po une, jam shumë e mirë. Në çfarë moshe po i bie që ke fillu t'jetosh në Berlin? Kur i kom pas 30 vjetë, bile u konë shumë fani se kur jom shku në atje, karo corona time,
do me thonë, unë e pretësha shumë me shku, e bëjsha, ti bëj 30 vjetë, adjen atje Berlini, e kolli, edhe ro korona time-eve, do me thonë e festova vetë, në banisk, të e pi një gotë ven, edhe po, mirë, masane e kom shfrydzu Berlinin, këgja, kështu më ka pëlqy për shumë, po i ka orë momenti që me ndru venin, edhe jom shumë e lumtur, prap i kom dyrë qelë me shku atje, ama jom shumë e lumtur që e kom ndru. Tani e ke ndruar me? Me Holland. Po, tash jam atje që gati një vjetë të jetu, më pëlqen shumë, tash atje punoj si grafik dizajnere, edhe po, është shumë vend i mirë, shumë i qetë. Ashtë e vështirë të përshtatesh në një vend të huaj, mbasi je rritur në një shtet tjetër, shumicën e jetës? Po, është pak vështirë, sidomos kur nuk e din gjuhën, sidomos kur je vetë, duhesh me u përshtat. Po, ka qenë vështirë edhe s'ka qenë vështirë. Adin, ju mundu mja bo vetës që, po, moj mja doll, moj me jetu edhe vetë, apo edhe nuk jam me vetë mja, edhe prendi kom pas jashtë, kështu që adin, mirë, është nuk po ankona. Unë falenderoj për gjithë sinceritetin tënë. Kjo pra ishte Arne. Erza! Më duket se kalua mirë. Po, mirë kena kalu. Po, qa po thuti? Okej. Faleminderit shumë edhe prej teje. Edhe ti për bukur po dokësh. Jo, ti po dokësh ma bukur. Ja, ti po dokësh ma bukur. Ja, valla, ti valla.